Okej, ngani, unë kur e këshyr një serial ose një film që më pëlqen shumë, nuk është që ja rekomandoj njerëzve me i thonë hej apo e këshyr. Ishti me zërë, do me thonë, jak me e këshyr ja s'ka. Edhe, sa e kum përfundu një serial që jam të e këshyr, High Potential. Edhe më ka pëlqy tepër shumë, edhe tash po të m'ja u tregu juve. Është për një grua që i ka djeg burrit, pak të një thonë që i ka djeg burri, kjo edhe në që nuk i ka djeg, apo veç nuk mundet me zbulu ku është, nuk e di ku është, i ka 2 fëmijë, edhe është tepër e meqme, e ka IQ-n tepër shumë të lartë, edhe po është edhe vlerësume, edhe punon si pastruse me një stacion të policisë. Edhe një natë, kjo kur është të fshi se punë notën, kur është të fshi, ashtohen në departament në policisë ku i zgjedhin këtë raste që ka ndodhë, edhe sheni këse tabire me të dhënë apëten, edhe kjo fillon me i lidh ato pikat, edhe e zgjedh dhe me thonë rastin, e gjenë kush është vrasja, ako me di se s'po kujtohet sakt që u konë raste, edhe tash nesër me kur të vinë policë aty, e shojnë që dikush e ka zgjedh, amu ata nuk e din kush, edhe i shojnë, i kthejnë kamerat, ashtu edhe e shojnë që kjo. Tash e thirrin këta, folin edhe janë shumë do me thonë e shojnë që është veçme, okej? Edhe e thirrin e punu me ta. Edhe kjo i thot, okej, mu i me arë me punu me juve veç nëse më nimani me gjithë burrin tem. Edhe do me thonë çdo epizod është një çështje e re, do me thonë ka me zgjedh një mister 3. Edhe ashtu është e mirë se non-stop ta man trunin anë, ta man funksion se jetë të punu bashkë me, të dogo që jetë të punu bashkë me ta me zgjedh në sen, edhe shto i ka 2 sezona dritash, edhe shpresoj që dalin edhe tjera. Edhe, do një me këqyr krejt. Please. Bye.